Midis viteve 1934-1939, Rumania siguroi një prani simbolike në bregdetin e detit Jon në Sarand, fal një dhurimi nga Ahmetzogu për historianin Nicolae Jorga. Ky i fundit i kaloi më pas gjysmën e pronës shtetit rumun me kushtin që aty të ndërtohej një institut kërkimor arkeologjik. Kështu u krijua Instituti Rumun Casa Jorga, i projektuar nga arkitekti Petre Antonescu. Ndërtesa funksionoi në periudhat 1937-1940 dhe 1942-1944, ndërsa Trualli u konsiderua pronë rumune, edhe pse nuk pati kurrë prani ushtarake. Situata ndryshoi në prill 1939, kur Italia pushtoi Shqipërinë. Pas rënies së regjimit komunist, prona u shit tek privat në vitin 1992, duke komplikuar statusin e saj ligjor. Në vitet e fundit, Rumania ka kërkuar rikthimin e objektit, duke konsideruar atë pronë të shtetit të saj, të shtetëzuar padrejtësisht gjatë komunizmit. Pala shqiptare ka dhënë sinjale se çështja mund të zgjidhet përmes gjykatave, por pengesë mbetet dëmshpërblimi i pronarëve aktual. Kjo temë është rikthyer në diskutime dypalshe, madje është ngritur edhe në forume ndërkombëtare. Në një rast, politikani rumun Titus Korlatali i kërkoi informacion kryeministrit Edi Rama lidhur me ecurinë e kthimit të pronës. Ndërkohë, në vitin 2016 në Sarand u vendos një bust i Nicolae Jorga, duke nënvizuar rëndësinë historike dhe kulturore të figurës së tij për marrëdhëniet shqiptaro-rumune.